Unë nuk kam dhe s'kam pasur kur lidhje me korupcionin dhe nxis shëhetimi që ka nisur prej muash ndaj meje dhe që nuk e kam penguar kur, as në pozicionin tim si ministër apo si zëvendës kryeministër dhe as në pozicionin tim si qytetar i lirë i Republikës Shqipërisë, të vijoj për të nxjerrë të vërtetën sipërfaqe. Nuk kam as 300, as 30 dhe as 3 apartamente. Nuk kam as 1, as 2 jate. Nuk kam as limuzina, as helikopter dhe as avion. Por të gjitha këto janë pjesë e një gjyqi publik i cili fatkeqësisht bëhet me lehtësinë më të madhe në këtë vend. Unë jam rritur me gjyqet publike. Dhe ndoshta kurrizi ma mban më mirë se kujdo tjetër gjyqin publik, pasi jam trajnuar dhe kalitur që e vogël. Unë di të bëj punën time, sigurisht se cili ka mënyrën e tij, jam munduar të bëj më të mirë, ndoshta mund ta bëja më mirë dhe këtë nuk e vë ndyshim fare. Por as nuk e kam penguar drejtësinë dhe as nuk do ta pengoj kur drejtësinë tek e cila unë besoj dhe të cilën e kam mbështetur si pjesë integrale e një Shqipërie europiane. Më vjen keq që situata ime personale ka krijuar vonesa në proceset jetësore që Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë duhet performoj. Më vjen keq që kam ngarkuar qeverinë shqiptare në këto muaj me një peshë që nuk e meriton, për shkak të gjithë rezultateve që kjo qeveri ka sjellë në këto 12 vite. Më vjen keq që është ndikuar qetësia juaj personale, e familjarëve tuaj, dhe padyshim më vjen keq për ditët dhe muajt e humbur në procese të rëndësishme që duhen çuar menjëherë përpara. Mendoj se ju do ta kapërceni të gjithë këtë situatë, duke më lënë mua që të vazhdoj rrugtimin tim, patjetër politik, por edhe personal, për të ndjerë një të drejtë dhe një të vërtetë në dritë.